Në këtë edicion do të ndiqni. Strukturat komunale nuk humbin vota nëse përfundojnë projektin e Eshnorës dhe bustin e Fadil Hoxhës. Kështu thot Gazmend Hoxha, kryetari OV Lançi Dega në Gjakov. Avokate Jetlira Avdiaj tregon se cilat janë procedurat të raportimit të dhunës në familje. Në Shkugës mungojnë ulset. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Me 8 tetor të vitit 2020 kishte nisur punimet për rivitalizimin e Eshnorës, e cila paraqet varrezën e luftëtarëve të vrarë të Gjakovës me rrethin gjatë luftës antifashiste nacional çlirimtare. Por pavarësisht se është punuar, ende nuk është përfunduar i plot ky projekt. E kjo neglizhencë nuk pëlqen kryetarit të OV Lançi Dega në Gjakov, Gazmend Hoxha. Ai madje tha që pavarësisht bindjeve politike, ky projekt është mirë të finalizohet. Po bëhen gati 6 vjet që kur ka nisur punimet për rivitalizimin e Eshnorës, e cila paraqet varrezën e luftëtarëve të vrarë të Gjakovës me rrethin gjatë luftës antifashiste nacional çlirimtare. Edhe pse disa herë u tha se punimet janë drejt përfundimit, nga organizata veteranëve të Lançit Dega në Gjakov vlerësojnë se ndihen të neglizhuar që projekti nuk po finalizohet plotësisht. Kështu tha kryetari i Degës Gazmend Hoxha. Organizata jonë nga njerë ndihet ka pak anashkaluar, sidomos edhe pse unë kom qenë pjesë e angazhimeve antarës asamblesë, ka pas angazhime për në kryen e Eshnorës. Nuk kemi dashur të polemizojmë, ka met shumë pak, për fat keq tash kolegët e mi kanë nisë të ndinë veten pak si të anashkaluar, ndoshta edhe të harruar, pse edhe bojnë pyetje pse Gazmend kur është afër finalizimit nuk kryhet. Kryetari Hoxha, duke vënë theksin edhe te mungesa një busti për Fadil Hoxhën, tha se nëse kjo bëhet, politika lokale asgjë nuk humb, kjo pasi gjakovarët e meritojnë të kenë një bust të heroit Fadil Hoxha. Gjakovarët e kanë dëshirë, e respektojnë, e dojnë një figurë si Fadil Hoxha, një figurë me cilin kem të drejtë edhe të krenohem, përse se është një figurë emblematike që ka kontribu qoftë me pushk, qoftë me lapse e gjitha forma tjera. Prandaj një pjesë e trashëgimisë së arritjeve tona është pjesë edhe e tij. Prandaj sot mos ketë një përmendore, mos ta ketë një vend që ka emrin e Fadil Hoxhës, është vërtet shumë e vështirë. Prandaj edhe përmes këtij emisionit unë bëj një apel të strukturat e komunës, edhe pse kam një respekt aty, që ata ta përfundojnë atë çfarë kanë nisë. Besoj se nuk humbin në vota nëse punojnë. Edhe mos vinë prej e disa deziluzioneve, disa thashëthemeve të njerëzve që vërtet mirën me gjëra të cilat nuk i kanë studiu, nuk i dinë fort mirë, por flasin në aspektin subjektiv. Prandaj neve na takon si qytetar që ta çojmë vend, ta çojmë një amanet brezave të kalum, edhe vërtet të krenohem me diçka që vërtet është. Normalisht, që rrugë e tij, Bujani, këto janë pjesë të trashëgimisë të këtyre djemve të Gjakovës që kanë dhënë jetën për liri. Për fat mirë sot jemi shirum, prandaj ajo e madhëron edhe aktivitetin e këtyre. Memoriali i projektit të Eshnorës në Qabrat, si një vlerë historike dhe unike në llojin e saj, është planifikuar të mbajë emrin e heroit Fadil Hoxha dhe të shërbejë për aktivitete kulturore artistike, po ashtu edhe si muze e amfiteatër sapo të funksionalizohet i plot. Kujtojmë se për të kuptuar se në cilën fazë të punimeve gjendet aktualisht ky projekt, kemi kërkuar informacione shtese dhe nga zyra informimit në Gjakov, por deri në transmetimin e kronikës nuk kemi siguruar përgjigje. Trajtimi i rasteve të dhunës në familje bëhet përmes një çështje ndërinstitucionale që përfshin raportin në polici, vlerësimin e rrezikut, sigurimin e mbrojtjes dhe trajtimin e dhunuesve.
shpesh duke kërkuar angazhim më serioz të gjykatave për recidivistët. Jetlira Avdiaj, avokate thotë se që secila viktime dhunës në familje duhet të trajtohet konform dispozitave ligjore. Përdorimi i dhunës në familje është një dukuri negative që po vazhdon të raportohet çdo herë më shumë. Dhuna nuk është vetëm fizike, por edhe verbale, që shpesh çojnë në manifestime të rrezikshme si nga viktima ashtu edhe nga përdoruesi i dhunës. Për hapat ligjor që duhet ndjek viktima e dhunës në familje, ka treguar avokatja Jetlira Avdiaj. Këtë rast të hapat që duhet ndërmarrë për paraqitjen e dhunës në familje është kur viktima e dhunës në familje më njëherë lajmëron policinë dhe policia pastaj në kuadër të kompetencave të veta e thërret mbrojtjen e viktimave, e merr deklaratën e personit që ka pësuar dhe unë do të thënë viktimës e dhunës në familje dhe i lajmëron edhe institucionet që ja përkasin, siç është QPS-ja, Qendra për Punë Sociale dhe Prokurorinë e Shtetit. Pastaj në qoftë se është personi i mitur, lajmërohet edhe avokati sipas detyrës zyrtare ose angazhohet një avokat që angazhon viktima vet. Ka shumë raste të kësaj dhune që gjatë hetimeve viktima humb strahimin. Për këtë rast ka shpjeguar më shumë avokatja. Këto janë pak a shumë hapa që duhen ndërmarrë, ndërkaq për personat të cilët janë që nuk kanë ku të shtrëhohen, nuk kanë ku të shkojnë pas lajmërimit të kësaj dukurie, janë edhe shtrëhimoret, Gjakova ka shtrëhimoren e vet dhe institucionet me njëherë përcjellin këta viktimat e dhunës në familje në shtrëhimore derisa të sigurohet një shtrëhim më i sigurt për viktimën e dhunës në familje. Avdiaj përfundu bëri thirrje të gjithë personave që bëhen viktima të dhunës në familje, të lajmërojnë rastin në policinë e Kosovës dhe të besojnë institucioneve të sigurisë në vend në mënyrë që të ngritet efikasiteti institucional dhe vetëdia qytetare për të mos heshtur në raste të dhunës. Në zonën e Shkugzës po kërkohet nga frekuentuesit e natyrës që të ketë më shumë ulse me qëllim të pushimeve të kopaskoshme. Në këtë hapësirë aktualisht ndodhen vetëm 2 të tilla funksionale, ndërsa pjesa tjetër është dëmtuar ose larguar. Qytetarët kërkojnë nga institucionet përgjegjëse që të ndërmarrin masa për përmirësimin e infrastrukturës bazike për ta bërë atë më funksionale dhe më të përshtatshme. Në zonën e Shkugëzës në Gjakov ka mungesë të ulseve publike, një problem që po ndikon në përvojën e qytetarëve që e frekuentojnë këtë hapësirë. Kjo zonë njihet për frekuentim të lartë, veçanërisht gjatë ditëve me motë të mirë, ku shumë qytetarë përdorin për shëtitje dhe rekreacion. Megjithatë, mungesa e vendeve për pushim e bën të vështirë qëndrimin më të gjatë në këtë hapësirë. Po ashtu vërehet edhe mungesa e shportave për mbeturina. Në këtë zonë, aktualisht ndodhen vetëm 2 të tilla funksionale, ndërsa pjesa tjetër është dëmtuar ose larguar. Ndërka qytetarët kanë kërkuar nga institucionet përgjegjëse të ndërmarrin masa për përmirësimin e infrastrukturës bazike në këtë zonë, për ta bërë atë më funksionale dhe më të përshtatshme. Nisva për ndërtimin në një klinike onkologjike në Gjakov po vlerësohet si një domosdoshmëri për komunën në fjalë, por edhe komunat përreth. Ideatori i këtij projekti, doktora Grona Brashi, ka treguar se në cilën fazë aktualisht ndodhet ky projekt i rotarianëve, i cili do të lehtësonte shumë procese që lidhen me pacientët që vuajnë nga sëmundjet e kancerit. Ka më shumë se një vit që kur rotarianët në Gjakov filluan nismën për ndërtimin në një qendre onkologjike në Gjakov si një domosdoshmëri e kohës bazuar me trendin e rasteve të diagnostikuara me kancer në komunën e Gjakovës dhe komunave tjera përreth. Doktoria Grona Brashi, duke folur për kontaktet me rotarianë tjerë, vuri theksin edhe te ecuria e projektit. Kam kontaktuar disa sponsorë në Amerikë për realizimin e këtij projekti dhe ne ju kemi drejtu Ministrisë së Shëndetësisë për krahje dhe domethënë aprovimin e këtij projekti, për arsye se Klubi Rotarian Internacional me një fond global e mbështesin këtë projekt vetëm nëse garantohet nga Ministria e Shëndetësisë për vazhdimsinë e këtij projekti.
Ndërkohë, filantropi Abrashi tha se asnjë organizat jo qeveritare nuk mund të marrë krejt barën në këtij projekti. Prandaj kërkohet bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, por për shkak të zhvillimeve të fundit, shumë gjëra kanë ngecur. Asnjë organizat jo qeveritar nuk mund ta mbajë barën e këtij projekti, se është, domethënë, onkologjia një fushë shumë e shtret, por banat e sistemit shumë shtret, tretmanet, kemoterapia, ekzaminimet laboratorike e tjera dhe kontrollat e ndryshme. Dhe pa pëlqimin e ministrisë, ne nuk mund të avansojmë projektin më të tjerë, dhe për shkaqe të blokadës vazhdueshme në qeveri, siç po shihni, të zgjedhjes parlamentit, kryetarit, të kryeministrit e tjera, faktikisht kjo ka ngecë. Madje doktori thotë se kërkesa atyre as që është shqyrtuar. Kjo kërkesë nuk është shqyrtuar fare, them jo që s'ka pas, domethënë, përgjigje negative, po asnjë përgjigje. Megjitha, domethënë, tentativat e Florentinës, e cila ka çuar një letër zyrtare, jemi 4 anëtar që do të shkojmë në këtë bisedë dhe premtimet kanë qenë që do të na pranohen, mirë po deri tash nuk kemi pas asnjë, domethënë, reakcion, asnjë përgjigje. Doktori bëri të ditur edhe formën se si mund të participohet në këtë projekt. Rotary nuk financon asgjë pa pjesëmarrje, domethënë. Pjesëmarrja më e madhe do të jetë nga qeveria, mandej nga komuna e Gjakovës që të na garantoj hapësinat, kurse unë kam menduar që pajisjet privatat, dollapet dhe gjitha mobilet dhe faktikisht do të ishte edhe në plan një ultraza, se ne përmes Rotary klubit e kemi një mamograf, që bëjmë skrinimin kancerit e gjirit, që kjo qendër të shfrytëzohet jo vetëm si qendër kurative e terapisë, po edhe skrinimit të qafës, kancerit qafës mitës dhe të gjiut, po edhe për gjithë pacientët që janë me tumor. Për këtë projekt madhor, kohë më parë, doktori Abrashi kishte postuar edhe një letër publike, drejtuar kryeministrit Kurti, duke treguar qartë arsyen pse kjo qendër i nevojitët Gjakovës. Psikiatri Adrian Zhubi, i cili prej vitësh jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në emisionin MedPlus, ka bërë të ditur se truri i njeriut për nga pesha përbën vetëm 2% të peshës trupore, ndërsa nëse krahasojmë aktivitetin metabolik, atëherë kemi të bëjmë me rreth 20% të konsumit të përgjithshëm të oksigjenit dhe glukozës. Funksioni normal i trurit është një aktivitet i koordinuar mes neuronave dhe qarqeve që krijon prej këtyre neuronave dhe mundëson funksione shumë komplekse. Dr. Adrian Zhubi, psikiatër, në një lidhje virtuale nga Chicago e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me emisionin MedPlus, ka treguar disa prej funksioneve kognitive të trurit. Funksioni normal i trurit është një aktivitet i koordinuar mes neuronave dhe qarqeve që krijon prej këtyre neuronave dhe mundëson funksione shumë komplekse, si që është perceptimi, si që është kognicioni, si që është emocionet, sjellja dhe shumë funksione të tjera. Disa prej funksioneve kognitive të trurit janë attention, ose vëmendje, domethënë aftësia për të fokusuar, për ta mbajtur përqendrimin dhe për ta zhvendosur përqendrimin bazë të stimullave për të ambient të jashtëm. Tjetër funksion kognitiv është memoria, e cila ka për qëllim kodimin e informacioneve të reja, depozitimin, konsolidimin e informacioneve, edhe marrjen e këtyre kur është momenti i dur dhe zhvendosjen e pjesën e vullnetshme në mënyrë që të përdoret në situata të ndryshme. Tjetër funksion kognitiv është gjuha, domethënë të folërit, që nënkupton shprehjen, nënkupton kuptimin në radhë të parë, dhe e bën komunikimin të mundur, domethënë ky funksion kognitiv. Tutje, psikiatri Zhubi ka shtuar se truri për nga pesha përbën vetëm 2% të peshës trupore, ndërsa nëse e krahasojmë me aktivitetin metabolik, atëherë kemi të bëjmë me rreth 20% të konsumit të përgjithshëm të oksigjenit dhe glukozës. Llogariset që truri ka
diku rreth 10 dhe 100 miliard neurone, domethënë truri adult. Prej këtyre, disa prej neuronëve që është jashtëzakonisht aktive mund të krijojnë kontakte sinaptike me 10 deri në 30.000 qeliza të tjera. Domethënë kemi të bëjmë me një proces të jashtëzakonisht të komplikuar, kompleks. E kjo flet edhe fakti se truri, domethënë për nga pesha, përbën vetëm 2% të peshës totale të organizmit, vetëm 2% takojnë trurit. Mirë, por nëse krahasojmë aktivitetin metabolik, konsumin metabolik, atëherë truri takojnë 20 dhe 20% të konsumit të përgjithshëm të oksigjenit dhe glukozës. Domethënë kemi të bëjmë me një organ relativisht të vogël, por me aktivitet të jashtëzakonshëm metabolik. Ky proces është edhe më në pamje metabolike më aktiv te truri i porsalindrit, ku 60% e energjisë e konsumit metabolik i takon trurit. Mes tjera është doktori Zhupi bëri të ditur se në bazë të studimeve është vërtetuar se truri në masë të madhe bazohet në përdorimin e glukozës për energji. Biznesin e tij në blegturi kishte nisur me shumë pak krerdelësh Bekim Rugova, por sot pas disa vitesh fal punës dhe përkushtimit, ky biznes për të është fitimprurës dhe i qëndrueshëm si një dëshmi e mirë se vetëm duke punuar arrihen sukseset. Kështu na tha vet Bekimi, derisa ekipi ynë po bashkëbisedonte me të. Bekim Rugova ka arritur të ndërtojë një biznes të qëndrueshëm në blegturi, fal punës së palodhshme dhe mbështetjes së miqve, që nga fëmijëria ai është marrë me dele, duke kaluar periudha të vështira, por që sipas tij e ndihmuan të arrijë suksesin që ka sot. Ta dele i maj, qysh se më koni vogël, i kom vujt shumë, kom pat vujtet të mdhaja, edhe i ndëroj këtë shokët e mi, se më kanë përkra në këtë biznis. Se jem konë qaban në përdyrët e huja, po hëm dërla ka darë zoti, edhe më kanë limu edhe ata se ka bo delja në atë ko, i 100 euro, ishte 80 euro, mu ma kanë ja 50 euro. Më kanë limu shumë. Rugova tregoi se si filloi rritjen e tufës së deleve. Ja kom nis me 6 copa. Sa di kom 480 copa. Po faleminderit për Zotit, di e tham Zotit, e valla edhe shoshnis, se më kanë limu. Se ku e më konë në përdyrët e huja, këtë ta mongët e mija në konë, këtë ka qanë. Kom pat vujtet të mdhaja, dezi se jam hypë në këtë poqi, mi pat dhatë e mija. Mes tjerash, Rugova tregoi se tregun e Bylmetit e ka të sigurt për shitje. Kom kërkese, kom të mdhaja për tomël, dhanve, po jam i synë qartë, kështu di o thamë se nuk e qes asë një pikoj, ashtë taman bio, ashtë dhe më thonë bio, se nuk e qes asë një pikoj, dhe më thonë ashtë tomël i pasër. A ki tregun e sigurun për këtë Po, qumshin dhe edhe ma aldë gjecës, e kom këtë shqitën, edhe vetëm kom kërkesa të mdhaja. Qaqë se nuk kom shumë tomël, sa kom kërkesa shumë. Edhe për tomël dhive, si do dhi boj, kom për i laqë, edhe ata më kërkojnë shumë, kom kërkesa edhe për pitinve, se lipin tomël dhive, po shumë falinderit edhe pitinve, nuk kom edhe qaqë tomël, sa duhet me patë sa kom kërkesa të mdhaja. Historia Bekim Rugovës mbetet një dëshmi se me punë, përkushtimi dhe mbështetje nga rrethi shoqëror, është mundur që vështirësi të kthehen në sukses. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndajemi të ndjekim edhe një herë titull kryesor të këtij edicioni. Strukturat komunale nuk humbin vota nëse përfundojnë projektin e Eshnorës dhe bustin e Fadil Hoxhës.
Kështu thot Gazmend Hoxha, kryetari OV Lançi Dega në Gjakov. Avokate Jetlira Avdiaj tregon se cilat janë procedurat të raportimit të dhunës në familje. Në Shkugës mungojnë ulset. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.